Keni lytha në qafë, mbi qepalla ose në fytyrë, ja çfarë tregojnë për shëndetin tuaj. Rreziku i fshehur pas lythave që shumica e njerëzve i ignorojnë. Çfarë tregojnë ato për shëndetin? Lythat shpeshherë i konsiderojmë si probleme estetike dhe ndonjëherë drejtohemi tek mjeku për t'i hequr me lazer ose acid, por ato kanë një shkak që shpeshherë flasin për disa probleme shëndetësore. Lythat janë një zgjatim benign i lëkurës që shkaktohet nga viruset, por ato janë edhe më shprehje të çekulibrave të brendshëm, sidomos ioni i emetuar që mund të jetë edhe dekomprimentuar. Nutricionisti citon se lythat shfaqen kur keni ngarkesa në mëlçi ose kur keni probleme të zorës së bllokuar, por edhe mungesa e zinkut ndikon që ato të dalin te pjesa e syve, por mund të keni edhe mungesa të omegës 3. Prandaj, nëse keni lytha në pjesë të ndryshme të trupit, drejtohuni te eksperti për të marrë trajtimin e specializuar.